40 deri në 50 persona paraqiten çdo ditë në QSUT pasi shfaqen shenja të alergjisë. Kjo periudhë cilësohet si piku alergjive me një rritje të dukshme të rasteve nga viti në vit. Tani jemi në pikun e sezonit të madh alergjik, sezoni lidhur me polinozat nga barishtet e këqija ose graset ose graminaqet. Nga viti në vit ka rritje të dukshme të rasteve me alergji. Mjeku alergolog Mehmet Hoxha shpreh se polinoza ose alergjia nga polenet nuk prek vetëm rrugët e sipërme të frymarrjes, por edhe mushkëritë, duke sjellë vështirësi të theksuara në frymarrje tek shumë pacient. E veçanta si vjet që do të veçoja është që polinoza nuk mjaftohet vetëm me rrugët e sipërme të frymarrjes, pra me sy, hund, koll, fyt, por është shumë e shprehur dhe prekja e rrugëve të poshtme të frymarrjes, pra të mushkërive. Kështu që astma bronkiale e lidhur me polinozën si vjet ka qenë mjaft evidente. Bluzat e bardha apelojnë për më shumë kujdes gjatë kësaj periudhe, ndërsa theksojnë se pacientu duhet heqin dorë nga vetë mjekimi. Këshilla ime do të ishte e para njëherë masat e përgjithshme, sa ke mundësi të shmangësh kontaktin me polenet, mundohu ta realizosh. Të paktën në pikun e ditës, pra nga ora 9 deri në orën 2 mbasdite, mundohu ta evitosh. Së dyti, mos bëj vetë mjekim dhe mjekim sipas simptomave, por menaxho veten me një plan të qartë, diagnostik dhe trajtues. Së treti, mos neglizhoni dhe mos harroni imunoterapinë alergen specifike, si mjekimi i vetëm, që këto grimca saprofite të jetë të tilla saprofite për të gjithë popullatën. Polinoza prek kryesisht të rinj duke shkaktuar simptoma si rruf, të shtima, kruarje dhe bllokim hundër si edhe koll irrituese. Në disa raste shoqërohet edhe me azmë bronkiale, simptomat e së cilës janë fishkëllim dhe shtrëngim në gjoks.